Unë ndëgjova përjetimin e një prej njerëzve nga Kosova, të cilët kishin qenë në Turqi dhe kishin në fakt fatmirësisht, ka dashur Zoti që vendi ku ata objekti ku kanë qenë nuk është rënu, mirë po objekti përballë objektit të tyre kanë pa me sytë të tyre dhe personi i cili intervistua, i cili veç e kishte përjetuar, më bëni shumë përshtypje, edhe kur tha momentin që e filloi intervistën, tha ma shumë tha po tut na tash se atëherë kur kom qenë në ato momente. E këto janë sekuenca, domethënë të cilat ne nuk duhet shumë thjesht ja na shkalojmë, se nëse një njeri i moshës madhore, i pjekur, e ka kalu një përjetim të tillë, edhe do të thotë që unë tash po më duket që po friksona ma shumë, se në që ato momente kërë kum po një ndërtesë duke u rënu, kjo është një sinjal. Do të thotë që këto nuk janë përjetime që duhet veç hajt me u te i kalu. Për arsye se ata njerëz kanë me qenë pjesë të shoqënisë, se cili prej tyre do të thotë ka me qenë është fëmijë që ka me bashkëvepruar me fëmijët e tjerë. Për njerëzve të cilët e kanë përjetu, të tjerët kanë me qenë prindër që kanë me eduku fëmijët e tyre, të tjerët kanë me qenë staf të një kompanie, një agjensioni, çka do qoftë, një vendi pune që njerëz kanë me bashkëvepru. Do të thotë është diçka që shumë ndërlidhet edhe shëndeti mendor, edhe trajtimi i këtyre përjetimeve të njerëzve duhet me u kushtu tepër kujdes.